Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë dhe komentuar së bashku me ju ngjarjet më të fundit që po ndodhin në ferma VIP. Marrëdhënia që tashmë është krijuar, një marrëdhënie shumë e afërt mes Indrin dhe hyrjes së vajzës së re, siç duket jashtë, po shqetëson jashtëzakonisht shumë Vanesën. Unë mendoj që hyrja e banorëve të ri ka një lloj strategjie. Ka një lloj bisht nga mbrapa, ne gjithmonë besojmë në atë thënie që dardha ka bishtin mbrapa dhe pikërisht në këtë spektakël unë e shoh bishtin nga mbrapa të kësaj dardhe. Vanesa jashtë duke që është shumë e tensionuar në fakt për qëndrimet që Indri ka mbajtur me banoren e re, ai me njëherë hoqi dhe patericat, krijoi një energji të bukur, ajo që në fakt unë pash në fytyrën e Indrit, pash një djalë që kishte nevojë të krijonte diçka interesante, domethënë kishte nevojë për një energji të re. Tani, pyetja më e madhe që po bëhet tek publiku shqiptar dhe në fakt që më drejtohet edhe mua është kjo. Tiron si mendon? A mendon që produksioni do ta përdorën Indrin dhe do ta nxjerrë keq Mimozën dhe nuk do t'ja japin çmimin? Unë nuk e mendoj që produksioni nuk do t'ja jep çmimin Mimozës, sepse Mimoza nuk është që e merr çmimin nga produksioni, edhe kjo gjë do të thënë duhet sqarohet një herë për gjithmonë. Produksioni, për shembull, do t'i jepte çmimin Ilirit dhe do të ishte e dukshme sepse Iliri nuk e ka atë mbështetje apo atë fanbase-in jashtë siç e ka Mimoza, apo qoftë Romiri, qoftë Blerina në këtë mes. Por, tek pjesa e Mimozës, unë jam shumë i bindur që Mimoza nuk e fiton çmimin nga ana e produksionit, por e fiton çmimin nga ana e publikut. Dhe Mimoza e meriton këtë çmimin sepse ka dhënë të gjithë energjinë e saj në këtë fermë dhe ka krijuar të gjitha ato strategji, domethënë që nga dita e parë deri në ditën që tashmë ne kemi arritur, Mimoza ka krijuar çdo ditë strategji të re, një strategji e cila ka lindur spontanisht, unë e besoj, është artiste, është shpirti një artistes gjithmonë në shpirt kreativ dhe realisht sinqeriteti i saj lindën dhe strategji interesante brenda në fermë dhe krijon dinamika të bukura, krijon dinamika interesante. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë edhe me një fakt që për shembull unë them që produksioni mundohet që ta përdor Indrin, mundohet që të futet në marrëdhënien e tij me Vanesën, por është komplet menaxhimi se si Vanesa do ta menaxhon nga jashtë këtë marrëdhënien dhe sa Indri është i shkathët ta kapën lojën e vajzës së re e cila ka ardhur në shtëpi me qëllime të qarta. Domethënë qëllimet janë të dukshme të kësaj vajzës që ka një qëllim kundër drejt marrëdhënies që ka krijuar. Domethënë unë e shoh një histori pak të ndërlikuar, unë e shoh një histori pak dinamike, por me shpresën që në realisht të ndryshon, ndërsa nga ana tjetër shoh një Mimozë e cila në fakt është e qartë me qëllimin që ajo ka, me dëshirat që ajo ka, dhe mendoj që në asnjë mënyrë produksioni nuk mund t'i bëj pa drejtësi një fenomenit siç është Mimoza për t'ia marrë fitoren. Tani nëse nuk do t'jepet fitoria Mimozës, atëherë lindën pyetja se çfarë besimi do të krijonin shqiptarët vitin e ardhshëm në një format si ferma, i cili në fakt erdhi me pretendimin që do të jetë ndryshe dhe realisht doli që është i ngjajshëm, apo nëse bën një veprim të tillë, është i ngjajshëm me padrejtësitë që ne kemi parë në Big Brother. Por, çuditërisht, unë nuk e pres kështu, do me thënë nëse ju e ndiqni në mënyrë të detajuar, Arbana ka një mbështetje të jashtëzakonshme për Mimozën, edhe fermerët kur dalin nga ferma, do me thënë Arbana gjatë gjithë kohës ju apotencon në skenë që a nuk keni patur ndonjë indicje, a nuk keni patur ndonjë mendim, a nuk keni marrur qoftë ndonjë mesazh nga jashtë, nga duartërokitjet, nga qëndrimet e publikut, se çfarë fanbase ka krijuar Mimoza dhe çfarë fenomeni është shndruar. Dhe në këtë mes jam shumë i bindur që 200.000 euro, në qoftë se do të kthehet çmimi 200.000, sepse ka rënë në 140.000, do t'i jepet Mimozës. Mendoj që ferma këtë vit është thjesht një argumentim kundërdrejt reality show-ve të tjera që ne kemi super fuqinë për të ndërtuar një spektakël të jashtëzakonshëm dhe bindja për të tjerë që ne kemi krijuar diçka fantastike. Dhe në këtë mes unë e shoh domethënë një
produksion, që në këtë rast është edhe Eduardi, që unë e kam takuar personalisht dhe e di se çfarë fuqie ka Eduardi në skenën shqiptare për të ndërtuar gjëra fantastike, të bëj, do me thënë, një super spektakël që realisht ka mbërthyer audiencën, ka kaluar klikimet e Big Brotherit, do thoni pse, sepse në prajmin e fundit, live-i ka qenë 500.000 shqiptarë të cilët e ndiqnin live-i në rekord, që në fakt kjo është stratosferë. Dua të marrë mendimin tuaj për përdorimin e Indrit dhe për fenomenin Mimoza.